Kapitulli 8, paragrafi 1, vepra apostujve. Por Sauli e kishte miratuar vrasjen e tij, në atë kohë u bë një përndjekje e madhe kundër kishës që ishte në Jeruzalem, dhe të gjithë u shpërndan në përkrahinat e Judes dhe të Samaris me përjashtim të apostujve. Disa njerëz të përshpirtshëm e varrosën Stefanin dhe bën gjem të madhe për te. Por Sauli po shkatërronte kishën, hynte shtëpi në shtëpi, merrte me vete burra dhe gra dhe I fuste në burg. Ata pra që ishin shpërndarë shkonin rreth e qark duke shpallur fjalen, dhe Filipi zbriti në qytetin e Samaris dhe u predikoi atyre Krishtin. Dhe turmat me një mendje të vetme dëgjonin me vëmendje gjërat që thoshte Filipi, duke dëgjuar dhe duke parë mrekullitë që ai bente. Frymra të ndyra pra dilnin nga shumë të demonizuar duke bërtitur me zë të lartë dhe shumë të paralizuar dhe që alshëroheshin. Dhe në atë qytet u bë gëzim I madh. Prej kohësh në atë qytet ishte një njeri që quhej Simon, I cili merre me magji dhe I bënte të çuditeshin njerëzit e Samaris, gjëja sikur ishte njeri I madh. Dhe të gjithë nga më I madhi tek më I vogli ja vinin veshin duke thënë, "Kjo është fuqia e madhe e Perëndis." Dhe dëgjonin sepse prej një kohe të gjatë ai I kishte mahnitur me mjeshtrinë e tij prej magjistari. Por kur I besuan Filipit, që shpalli lajmin e mirë të gjërave të mbretërisë Perëndis dhe emrin e Jezu Krishtit, burra dhe gra u pakzuan. Besoi edhe Simoni dhe mbasi u pakzua rrinte vazhdimisht me Filipin dhe duke parë veprat e fuqishme dhe shenjat që ishin bërë mbeti I çuditur. Por kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndis, I dërguan atyre Pietrin dhe Gjonin. Kur këta arritën u lutën për ta që të merrnin frymën e shenjtë, sepse ende nuk kishte zbritur mbi asnjë prej tyre, por ata vetëm kishin pakzuar në emër të Zotit Jezus. Atëherë vun duart mbi ta dhe ata morën frymën e shenjtë. Dhe Simoni, kur pa se me vënien e duarve të apostujve t'jepej fryma e shenjtë, u ofroi atyre para duke u thënë, "Ma jepni edhe mua këtë pushtet që ai që të cili do t'i vë duart të marr frymën e shenjtë." Por Pietri I tha, "Let humbas paraja jote dhe ti bashkë me te, sepse ti mendove se mund ta blesh me para dhuratën e Perëndis. Ti nuk ke as pjesë as short në këtë gjë, sepse zemra jote nuk është e drejtë përpara Perëndis. Pendohu pra për këtë ligësi që ke dhe lutju Perëndis që po të jetë mundur të falet mendimi I zemrës sate, sepse unë të shoh se je në vrerin e hidhësisë dhe prangat e pallësisë." Dhe Simoni duke u përgjigjur tha, "Lutjuni ju Zotit për mua që të mos më ndodh asgjë nga ato që thatë." Ata pra pasi dhanë dëshmi dhe predikuan fjalën e Zotit u kthyen në Jeruzalem dhe mbasi u ngjellizuan shumë fshatrat e samaritanëve. Dhe një engjëll I Zotit I foli Filipit duke I thënë, "Qohu dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza, ajo është e shkret." Ai u ngrit dhe u nis dhe ja, një njeri Etiopas, lavdi emrit të Zotit ton, deri këtu lexoj. Kisha e Jeruzalemit, pas si u dha fryma e shenjtë, kjo kishë është shtuar shumë në numër. Ditën e parë ku predikoi apostulli Pietër, ditën e rreshajave të shpëtuan 3000 shpirtra. Dhe në kapitullin e 4 shohim se si besimtarët janë 5000 burra përveç grave dhe fëmijëve. Pra ka përparuar shumë, është bekuar shumë, por tani u bë kjo gjë. Pra erdhi Stefani, e akuzuan në padrejtësi, e xorën përpara Sinedrit, e dënuan për vdekje, e vranë me gur dhe vdiq. Dhe patjetër do të thojë dikush, ma përse të ndodh kjo? Përse ta lejoj këtë gjë Perëndia? Por ja që Perëndia, vëllezër dhe motra, lejon gjëra në jetën tonë, lejon vështirësi. Dhe këtu shohim se ditën që u bë vrasja e Stefanit, u bë një përndjekje e madhe në Jeruzalem. Përndjekje e madhe. Sauli futej në përshpia, keq trajton të krishterët, I burgoste, I detyronte mundësisht ai vet, sikur se thot, I detyronte të blasfemonin vet Perëndin. Dhe u shpërndan të gjithë. Përveç apostujve. Ma o Zot, jemi ne apo nuk jemi ne, do të thonim sot. Dhe një nga ato që ndodhi atje në Antioki, sikur të na thot në kapitullin e 11, Filipi, që ishte një nga të 7 diakonët, shkoi në Samari. Zoti kishte thënë, përpara se të merrej në qiell,
Ju qëndroni, thot, në Jeruzalem, derisa të vishuni me forcë nga lartë, dhe do të jeni për mua dëshmitar në Jeruzalem, në Jude, në Samari dhe deri në skajet e dheut. Me një shprehje përshkruan gjithë madhështinë e veprës së Perëndis, dhe vepra e Perëndis vazhdon nga Jeruzalemi, një kish ku të gjitha shekujt me vonë e shohim dhe themi si atë kish, urojmë të ngjajmë asaj kishe të Jeruzalemit dhe mundohemi të arrijmë në atë stat frymëror që kishin atëherë ato. Por Perëndia lejon një përndjekje të madhe. Ma përse lejon të gjitha o Zot to? E dim vëllezër se Perëndia vepron në atë mënyrë që ne nuk e kuptojmë dot. Çfarë tha Zoti? Pas Jeruzalemit kush është? Samaria. Si të shkojmë në Samari? Zoti do të dërgoj 2 profet, kështu thot Zoti, vëlla Filip, shko në Samari të predikosh fjalën e Perëndis. Kështu mendojmë ne. Por ja po u bën me tjetër mënyrë. Me një mënyrë që nuk e pritën të krishterët, nuk e priti as kisha, dhe kështu u shpërndan, thot, të gjithë përveç apostujve. Dhe thot diçka të 4. Ata pra që ishin shpërndar, shkonin rreth e përqark duke shpallur fjalën. U shpërndan, nuk shkuan rrit të bjen një kontinjerë, të kem plaçkat me vete, të marr kuzhinën, të marr krevatët, rrugat, rrobat e mia, ikën, i përndjekin, të përndjekur ikën. Çfarë kanë me vete? Jezu Krishtin. S'kan gjë tjetër. Me vete marrin Zotin dhe vazhdojnë kudo të predikojnë Krishtin, në vend që të qajnë për fatin e tyre, ma përse ta lejoje Perëndia këtë të lutemi që Zoti të na tregojë diçka, nuk thojnë asgjë nga këto. Për çfarë thojnë? Vazhdojnë dhe dëshmojnë Krishtin ku të gjenden. Ku të ndalojnë, flasin për Krishtin, flasin për shpëtimtarin, flasin për çlirimtarin e tyre. Dhe kjo ishte karakteristika e kishës të parë apostolike. Duam të arrijmë të ngjajmë kësaj kishet. Cila ishte karakteristika e kësaj? Kudo që të ishin, kishin Krishtin me vete. Kudo që të ishin, kishin marrë Zotin me vete. Pra e qonin Krishtin ku të ishin dhe sikur të ishin në çfarëdo lloj kushtesh që mund të gjendeshin. Pietri kur shkon në lutje në kapitullin e 3 dhe gjeti atë të qalin që në lindje të tij, ai kërkoi lëmosh dhe Pietri thot: "Shif tek ne", ai mendoi se do të jepte më tepër. Dhe thot: "Ar dhe argjend për të dhënë nuk kam, por atë që kam, këtë të jap. S'kam para. As 50 leptar nuk ke, 50 cent. 1 euro nuk e ke në xhep, nuk kam. Nuk kam të t'jap asgjë, por kam diçka që se ka askush tjetër." Dhe kisha ka diçka që se ka askërkush tjetër. Ai është Jezu Krishti. Kemi Krishtin dhe bashkë me Krishtin jemi plot. Në emër të Jezu Krishtit, Nazareas, qohu dhe ec. Dhe e mori, thot, nga dora e djathtë, e ngriti lart dhe në vend u lidhen nyjet e tij dhe vazhdoi të ecë, të kërcej dhe të lavderoj Perëndin. Dhe Pietri në vend thot: "Çfarë shihni tek ne, sikurse ne me forcën tonë apo me perëndshmërinë tonë bëjmë diçka, por besimi në Jezu Krishtin i dha këtij këtë shërim të plot. Nuk jemi pra ne, por është Krishti. Nuk jemi ne që bëjmë mrekullit, nuk jemi ne njerëzit me perëndishmëri të madhe, kanë perëndishmëri. Nuk kemi forcën e frymës të shenjtë, kanë forcën e frymës të shenjtë. Është Perëndia mbi ta. Por veprimet i bën Zoti Jezu Krisht. Për këtë arsye në kish atij i përket lavdia në jetë të jetëve. Dhe që tani e në jetë të jetëve do të lavderojmë Zotin. Dhe do të ndjekim Zotin, dhe kur të arrijmë në qiell do të themi: Zot, jemi këtu sepse ti vdiqe për ne në kryq të Golgotës. Zemra jonë është gjithmonë e mbushur me falënderim, me mirënjohje në fytyrën e Zotit tonë Jezu Krisht. E falenderojmë dhe adhurojmë. Filipi pra i përndjekur edhe ai sikur të tjerët, ngrihet dhe zbret në Samari. Do të thoshte dikush që të zbres në Samari, të kujtohet çfarë na ka thënë Zoti. E dini se shpeshherë na flet Zoti, por e kemi humbur, e kemi harruar. Dhe pastaj më vonë, pasi të bëhen të gjitha gjërat që ndodhin, ma na kishte thënë Zoti.
na e kishte thënë. Dhe me të vërtet, shumë gjëra Zoti na i ka thënë, por ne nuk mundim të i kuptojmë dhe t'i vëmë në një farë radhët që Zoti i ka në mendje të tij. Dhe nuk na thërret Zoti na thërret të bëhemi bashkëpunëtor të tij. Perëndia bën veprën, kisha është në duart e Perëndis dhe nga 5.000 burra të llogarisish edhe gratë dhe fëmijët shkon rreth 15.000 veta. Dhe tani flasin apostujt, 12 apostoj. Me nga një familje nga 4-5 persona, 60 veta për shembull. Do të thoshte një katastrofë kjo. Por jo, kjo nuk është katastrofë. Kishën e mban Zotin në duart e tij. Është ferra që digjet dhe që nuk konsumohet. Dhe do të shihni, po të lexoni në kapitullin e 21 të Veprave të Apostujve, besoj se aty është, thot Jakobi palit kur shkoi dhe e vizitoi, eja vëlla të shofësh se sa mira njerëz janë që kanë besuar nga judejt. Do më thënë, u ben 10 mira njerëz atje. Zoti mbledh gjithnjë. Zoti vepron gjithnjë. Dhe kjo ecën, tjetra përparon dhe të gjitha vinë sipas vullnetit të Perëndis. Dhe më vonë po të lexojmë në kapitullin e 9, ndërsa kisha në Jude, në Galile, në Samari kishin paqe, që ndërtoheshin duke ecur me druajtjen e Zotit dhe me ngushëllimin e frymës të shenjtë shuboheshin. Është paragrafi 30, kapitullit të 9 tek Veprat e Apostujve. Do më thënë, Jeruzalemi, Judea, Samaria është mbyllur rreth i parë. Tani do të dalë edhe në Samari. Kush do ta organizojë këtë? Kush do ta ndërheqë këtë? Kush e organizoi që të shkojë në Samari? Askush. Apostujt janë të kënaqur në Jeruzalem, Perëndia bën mrekullira, me hijen e Pietrit që ka lënë Pietri dhe bie hija tek të sëmurët shërohen, të paralizuarit, pakzohen me frymën e shenjtë, frikë e madhe edhe në kishë brenda, por edhe jashtë kishës, mbi gjithë njerëzit. Ku ka më të mirë? Këtu të jemi. Jo, Perëndia nuk ka vetëm ne, por ka një vepër shumë të madhe në zemrën e tij dhe don të shpëtohen të gjithë njerëzit dhe të vinë në njohjen e të vërtetës. Këtë bën Perëndia dhe e bën me mënyra që ne nuk i kuptojmë. Nuk na pyet, nuk na këshillon, ne ftohemi të kuptojmë se çfarë bën Perëndia dhe ta ndjekim. Shpesh herë i them Zotit, o Zot, duke lexuar Biblën dhe duke lexuar mënyrën si ka vepruar Perëndia në veprën e tij në të gjithë këtë shekuj, Zot, unë do t'i bëja për së mbrapshti, sepse mendja ime kaq shkon, nuk shkon më tepër. S'kam mundësi më tepër. Dhe si e bëre këtë, si e bëre tjetrën, shohim Zoti të ringjall njerëz nga të vdekur. Unë do të shkoja, po të më vend të ta organizoja, do të shkoja të parin tek Pilati, tek Herodi, tek kryeprefërinjt, tek Ana, tek Kajafa. Shiko, unë u ringjalla sot. Atë që bëhet ishte gabim, Perëndia më ringjalli. Përse? Që t'jap të kuptoj. Jo, nuk bën kështu Zoti. Nuk shkon tek askush prej tyre, por shkon tek nxënësit e tij dhe i përgadit dhe i dërgon për të predikuar kudo se është i ringjallur dhe Zoti ka ikur. Ma rritu të shohin edhe pak o Zot, të shfaqesh përpara njerëzve, të shkojmë tek disa kombet në Jeruzalem, në Samari deri në skajet e dheut. Jo, nuk bën kështu Perëndia. Sepse ati Perëndi ka një plan. Cili është plani i atit? Të shkojë Krishti, të vi fryma e shenjtë dhe këto 12 apostujt të shkojnë në të gjithë botën të predikojnë Ungjillin. Ma derisa e vendos kështu ati, duhet ta pranojmë. Derisa kështu e don Perëndia, duhet ta pranoj. Dhe dini se ajo që përgatit Perëndia është shumë më madhe nga ajo që unë mendoj. Shpeshherë duam ta vëmë Perëndin në mënyrën e sjelljes tonë dhe në ambientin dhe në vendin tonë. Por nuk e merr Perëndin në vendin tonë. Por ne mund të na marr në vendin e Perëndis. Dhe Zoti don të na vëjë në udhën e tij, në këshillën e tij dhe në përjetësi. Në madhështinë e tij, në mrekullitë e tija.
të na nxjerr nga kjo botë e vogël që jemi dhe të na sjell në përjetësi. Aty hapet mendja, hapet zemra jonë, ikën frikrat, pasiguritë tona, ankthet tona, të gjitha ikën. Dhe shohim turma të mëdhaja ku askush nuk mund të numëronte dhe të gjithë thërrisnin aleluja. Aleluja. Mas ke çfarë të thuash? Aleluja. Më kujtohet vëllai Griva thot u gjenda përpara fronit të Perëndis. Turma të mëdhaja njerëzish. Dhe i harrova të gjitha. Të vetmen që kisha në zemrën time çfarë? Të thërrisja aleluja, bashkë me të gjithë popullin e Perëndis, bashkë me gjithë kishën e Krishtit. Dhe ky është plani i Perëndis. Do të bashkohet Perëndia me njeriu atje. Por kjo do të vazhdojë që tani. Vazhdoi me Jeruzalemin, shkon në Samari dhe ku do të arrijnë? Deri në skanjet e dheut. Kush do ta bëjë këtë? Perëndia. Vazhdon me Pietrin. I thot Pietrit shko tek Korneli, të mos themi gjithë historinë, se si e bëri Perëndia. Aty e pranojnë jo hebrejt frymën e shenjtë, njëkohësisht shpëton apostullin Paul, e përgadit për apostull të kombeve. Ma ku janë apostujt në të gjithë këtë çështje? Askund. Kush e bën këtë ndërlidhje? Sikur të kemi një puzzle dhe dal nga dal vëm pjesët një nga një dhe atëherë vazhdon dhe kupton figurën e saj. Kupton se çfarë do të bëjë Perëndia. Dhe vjen Perëndia shpeshherë na zbulon disa gjëra deri në një farë pike, deri dikund. Por ne thirremi dhe na afton që ta ndjekim. Shpirti im u ngjit me ty dhe djatha jota më mban. Dhe bën Perëndia gjëra të mrekullueshme dhe veprën e tij, edhe në zemrën tonë, edhe në familjen tonë, edhe në kishë, por edhe në të gjithë botën. Pietrit, kur ju shfaq të tretën herë në liçenin e Tiberiadës, s'kishin zënë asnjë peshk, ju kujtohet të gjithë natën, dhe vjen Zoti në mëngjes, thot, zut gjë, jo, hidhni të rrjetat në të djathtë. I hodhën rrjetat në të djathtë, u mbush rrjeta me peshk, e nxorën jashtë, hëngrën, dhe ju thot, Simon bir i Jonas, a më don më tepër nga këto? Thot, Zot ti e din se të dua. Kulloti delet e mia, më fali qengjat e mi, dhe pyet të dytën, më don Simon bir i Jonas, po Zot ti e din se të dua, kulloti delet e mia. Simon bir i Jonas më don? Pietri u mërzit, u tremb, u trishtua, të tretën herë që më pyet, Zot ti din gjithçka, e din se të dua. Atëherë kulloti delet e mia. Kur ishe më i ri, shikoni se çfarë i thot. Shkoje ku të doje. Por kur të plakesh, kanë për të të quar atje ku nuk do të duash. Pra që tani dhe deri në pleqërinë tënde të kërkoj një gjë. Çfarë don Zot? Më don, po, më ndiq. Ndiqmë. Këtë kërkon Zoti nga të gjithë ne. Dhe Zoti thot, ku të jem unë, atje është edhe shërbëtori im. Dhe nëse dikush më shërben mua të më ndjek. Ku dua të jem? Ku të jetë Zoti im? Ku të jetë shpëtimtari im? Ku të jetë çlirimtari im? Dhe Zoti më thot se si ti bëj dhe sa herë shkoj ti bëj gjërat, shkoj i them Zot e bëra këtë kështu. Më thatë bëj këtë dhe e bëra Zot. Më ndiq, thot Zoti. Dhe çfarë bën Perëndia? Bën veprën e tij të madhe. Veprën e madhe që, sikur se tham, nuk më varet nga ne, por më varet vetëm nga ai. Maris vjen Perëndia dhe i thot me engjëllin Gabriel, gëzohu o e bekuar ndër gratë. Do të lindë shpëtimtarin Krishtin. Si do të bëhet kjo? Do të fryma e shenjtë do të vinë mbi ty dhe kush të lind prej teje do të quhet biri i Perëndis. Dhe me të vërtet mbeti shtatzen Maria dhe Zoti s'ka informuar askënd. E dini, bën veprën më të madhe në faqen e dheut, në njerëzimin, dhe Perëndia bëhet njeri, fjala bëhet mish, dhe do të thoshte dikush të informojmë pak Cezarin që ishte atëherë,
të informojmë Cezarin e Herodin që ishte mbreti vendor atje, targambledhësit, farisejt, ato që janë të parët e vendit, që të pranojnë ardhjen e shpëtimtarit të botës, sepse do të bëhet ajo që kam premtuar këtu e 2000 vjet përpara me Abrahamin, se në pasardhjen e tij do të bekohen të gjitha kombet. Por nuk e bën kështu Perëndia, akoma edhe Jozefin, që është i fejuari i Maris, nuk e informon për këtë temë. Kë informon Marian, dhe çfarë thot Maria? Ja, shërptorja e Zotit u bëft në mua sipas fjalës sate. Dhe kërkon Perëndia zemra të tilla. Të na sjell Perëndia zemrën tonë në pozicion të tillë që të themi ja, shërptori o Zot. Ja, këtu jam shërptorja jote. Dhe këtu vazhdon vepra e Perëndisë. Kur të rritet pak barku i Marias, Jozefi e kupton se është atzen, thot do të ikesh, i thot. Nuk mund të mbaj. Prindrit e mi, ambienti im, bashkëpunëtorët e mi, njerëzit rreth e qark, dhe duke qenë i drejt, duke mos dashur ta poshtëronte botërisht, vendosi ta ndaj fshehurasi. Dhe aty kur erdhi pozicioni i vështirë i Marias, aty ndërhyn Perëndia. Jozef, mos ki frikë të marrësh Marian për grua, sepse ai që është në barkun e saj është ngjizur nëpërmjet frymës të shenjtë, dhe tani futet në veprën e Perëndisë edhe Jozefi. Dhe një nga një futen në veprën e Perëndisë. Më vonë do të ndihmojnë, të parën ditë që do të lindë Jezu Krishti, do të vinë barind nga larg. Njerëzit pa kuptuar, domethënë pa lidhje, i dërgon Perëndia. Pastaj do të vinë pas 40 ditësh magjestaret për të kuptuar, dhe Simeoni pas 40 ditësh të marrë Jezusin, pastaj vinë magjestaret dhe bien Arin dhe dhuratat që sollen, i kanë të nevojshme, patjetër që i kanë, se do të shkojnë në Egjipt. Dhe interesohet Perëndia për të gjitha, në çdo detaj të jetës të tyre, në momentin e duhur. Kurse ne në mendjen tonë, të paktën unë në mendjen time, i dua të kem në një rrallë, të gjitha në një rregull. Dhe pasi ti kem vendosur, ti kem përparuar, por Perëndia, vëllezër dhe motra, çfarë bën? Bën zemra që janë gati për t'i shërbyer në veprën që ai do të bëjë, në atë veprën e mrekullueshme, të cilën ne shpeshherë nuk e kuptojmë. Tani këtu shohim Filipin që zbret në Samari dhe predikon tek ato Krishtin. Ma atje është Simon Magjestari, bën magjit. Njerëzit thonë për të se ky është forca e Perëndisë e madhe, po për atë që ka Filipi brenda ti, është kaq i sigurt se forca e Perëndisë e madhe është, saqë nuk e ndalon asgjë. Nuk e bën që të bëjmë mbrapa nga që pa atë Simonin atje. Zot, bëj një mrekulli, Zot, bëj diçka që të tregosh se ti je dhe ai nuk është. Zot, bëjmë pak të duket dallimi. Jo, asgjë prej këtyre nuk bën Filipi, por vazhdon dhe predikon Krishtin, vazhdon dhe predikon ungjillin, vazhdon dhe thot se Krishti është shpëtimtari i botës, se ai është çlirimtari. Dhe dal nga dal vazhdojnë dhe besojnë samaritanët dhe bën Zoti mrekullira me anë të Filipit. Dhe thot apostulli Pietri përpara kryepriftrinëve që gjikonin, thot jemi dëshmitar të ringjalljes të tij, ne, por nuk mjaftojmë vetëm ne, por edhe fryma e shenjtë. Pra kemi nevojë për forcën e frymës të shenjtë që të dëshmojmë Krishtin kudo. Dhe të vi Zoti të dëshmojë me shenja dhe me mrekulli dhe me frymën e shenjtë. Pra kemi nevojë të dashur vëllezër dhe motra kohët e fundit që Zoti ta bëjë të lavdishëm predikimin e ungjillit, në mënyrë që me të vërtetë të shpëtojnë shumë njerëz në këtë errësirë, në këtë turbullir që ekziston sot, në këtë mashtrim që ekziston sot në faqet dheut, në mënyrë që këto kohrat e errta të ndriçohen. I thot apostulli Paul Timoteut se në ditët e fundit do të vinë kohra të këqija. Pse do të jenë kohë të këqija? Sepse njerëzit do të jenë burravec, krenar, mosbindës, të pabindur ndaj prindërve,
me kohën e keqe pra kështu e bëjnë njerëzit me ligësinë e tyre, me padrejtësinë e tyre dhe me prishjen e tyre. Në kohën e Noes u mbush toka me ligësi, me padrejtësi dhe me u prish njerëzimi. Si nuk hezitonin njerëzit të bëjnë padrejtësinë e tyre, mjafton të jetë i fortë, mjafton të mundet t'ja dale, mjafton që t'jetë mbi të tjerët. Por kisha e Krishtit jetojmë një tjetër mbretëri, një mbretëri të ndryshme, dhe kjo është mbretëria e qiejvet, ku këtu ka rregullat të tjera. Nuk mundemi me ato rregullat jashtë që janë t'i fusim në kish. Aja është bota dhe gjërat e botës, pra që janë jashtë kishës. Kurse në kish brenda janë karakteristikat e mbretërisë së qiejvet. Mbretëria e Perëndis nuk është të hash dhe të pish, por drejtësi, paqe dhe gëzim në frymë të shenjtë. Vazhdon pra Filipi dhe dëshmon Krishtin dhe u predikon atyre Krishtin dhe Perëndia dëshmon në predikimin e tij. Dhe aty ku kanë për të tallur, për të përçmuar, për të folur keq, do të vijë Perëndia të dëshmojë me ty. Vjen Perëndia të thotë se ky është biri im, kjo është bija ime. Dhe ka për të prezantuar Perëndia tek njerëzit në ambientin ku të jesh, kudo që të jesh, në punën tënde, në farefisin tënd, në lagjen tënde, ku të dëshmojmë, Krishtin vjen Perëndia dhe dëshmon për këtë. Dhe këtu dëshmonte vetë Perëndia me shenja dhe me mrekulli që bënte Filipi. Dhe vazhdon pra Samaria të besoj në fjalën e Perëndis, të pranojnë ungjillin. Vazhdon të kthehet zemra samaritanëve, aty ku të gjithë shikonin tek Simon Magjestari, të gjithë e kishin ngulur shikimin e tyre se çfarë do të thojë Simon Magjestari, sepse mendonin se ai ishte forca e Perëndis. Tani e kthejnë shikimin e tyre nga Simon Magjestari ku? Tek Jezu Krishti. Filipi çfarë predikonte? Nuk predikon veten e vet, por Krishtin. Kështu pra vazhduan të pranojnë Krishtin. Vazhdojnë të pranojnë ungjillin e Jezu Krishtit. Dhe u bë gëzim i madh në atë qytet. E dini se një nga karakteristikat kryesore që ka i krishtteri është gëzimi. Gëzimi i Zotit, ajo është forca juaj, thot fjala e Zotit. Pa gëzim nuk mund të vazhdojmë udhën tonë. Më thuash vëlla, po të kem pikëllim do të ndaloj? Jo, por kemi gëzimin më tepër akoma edhe në pikëllimet tona. Në të gjitha pikëllimet e tonë vjen fryma e shenjtë dhe na mbush. Ky gëzim nuk është diçka që është rezultat i disa çështjeve që mund të më ndodhin në jetë. Mu shtua rroga, e mirë është të shtohet rroga, sepse apo lindi vajza ime, bërë një fëmijë, lavdi Perëndis dhe gëzohem për këtë. Pra përparojnë fëmijët e mi, gëzohem. Por është edhe gëzimi i frymës të shenjtë, vëllezër dhe motra. Ky është një gëzim tjetër. Ky gëzim është që vjen dhe të mbush, të viziton Zoti dhe mbushesh me frymë të shenjtë. Dhe gota jote atëherë derdhet. Mbushet dhe derdhet, sa bukur. Dhe dini se sa herë që takohemi me Zotin, mbushet me gëzim shpirti jon. Thot psalmisti Davidi tek Psalmi 23, përgatite tryez përpara armiqve të mi. E dini se Zoti gjithnjë na fton në tryez. Eja të ham. Zot mua më thirre, po ty të ftova, dhe gjithë secilin prej nesh. Zoti don të ketë bashkësi me ne. Don të hajë me ne. Thot jam tek dera dhe trokas, kush më qel derën, do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me te dhe ai me mua. Dhe çfarë don Zoti? Të tërheq kujdesin ton. Shpeshherë kujdesi jon shpërndahet, andej dhe këtej. Shohim këtu, atje, me tutje, telefonin ton, lajmet vazhdojnë dhe ndryshojnë gjërat kaq shpejt në të gjithë faqen e dheut, ku gjithnjë diçka e re bëhet. U bë kjo, u bë dhe tjetra, u bë dhe tjetra. Dhe Zoti çfarë don? Zoti don që kisha e tij të shoh tek ai. Të kthejmë syt ton tek ai. Të tërheq kujdesin ton Zoti. Eja të ham, thot Krishti bashk. Dhe ndërsa do të hash me Zotin, i harron të gjitha të tjerat. Harron edhe që u bë dje, par dje, dhe në familje, dhe në botë, dhe në punë, dhe i harron të gjitha.
Tjetra çfarë bëhet? Thot e vajosa me vaj kokën tënde. Pra vjen vajimi i frymës të shenjtë mbi ty. Dhe e treta, gota ime po derdhet. Vjen gëzim, lavdërim, falënderim tek Zoti dhe Perëndia jon. Dhe kemi nevojë për gëzimin e frymës të shenjtë. Këto ju shkruaj, thot Zoti, që të mbetet në ju gëzimi im dhe gëzimi juaj të jetë i plot. E dini çfarë do thot gëzim të plot? S'kam nevojë për asgjë tjetër. Më lëni këtu ku jam. E kam gjetur anën, që thojnë njerëzit. Çfarëdo që të bëjmë në këtë botë, çfarëdo që të shijojmë, duam dhe diçka tjetër. Duam dhe diçka si shtesë. Kurrë nuk është i plot gëzimi. Njeriu nuk ngopet kurrë me të gjitha sa sjell bota, sepse shpirti i njeriu nuk ngopet me ushqimet, me pushimet, me çfarë të mirët që të sjell kjo botë. Zemra e njeriu dhe shpirti i njeriu ngopet me fjalën e Perëndisë. Kjo fjala është që mbush zemrën tonë. Samaritania i tha, po ta dije se kush ishte që ai që të kërkon të pish, do të jepja ujin e gjallë, i thot Krishti Samaritanes, ku do të jetë në ty dhe do të jetë një burim që buron në jetë të përjetshme. Dhe sa herë që shkoj në lutje, hapet ajo çezmja dhe vazhdon dhe mbushesh. Vazhdon dhe mbushet dhe derdhet. Dhe nga një herë jemi të kënaqur, u gëzova pak edhe të iku. Rri vëlla në lutje derisa të mbushet dhe të derdhet gota. Derisa të rrjedhin ujrat përjashta, të pastrohet gota, se sa më shumë ujë të bjerën e të dhe të derdhet, kaq më shumë pastrohet. Dhe mbushesh gëzim, bekim dhe me të vërtet njeriu që është me Krishtin është gjithmonë i gëzuar. Gëzohuni në Zotin gjithmonë dhe përsëri dua t'ju them gëzohuni. Pra, mbretëria e Perëndisë ngjan një njeriu i cili gjeti një thesar në një tokë, në një vend, dhe nga gëzimi i tij shkon dhe i shet të gjitha sa kishte. Kjo nuk u bë edhe në jetën tonë. Sikurse gjetëm thesarin që është Krishti, i shitim të gjitha sa kishim. Çfarë të na kërkonin i jepnim. Nuk e dua këtë, s'dua asgjë. Jam plot me Krishtin. Kam gëzim të frymës të shenjtë. Kjo u bë pra ke ky qytet dhe tani nuk mundet zemra e këtyre njerëzve të shoh më tek Simon Magjestari, tani shef atë që i mbush me gëzim, që është Jezu Krishti, që është Zoti. Dhe besuan pra në Krishtin, pagzoheshin në emër të Atit, të Birit dhe të frymës të shenjtë, burra dhe gra. Dhe akoma edhe ai Simoni vet besoj duke parë ato mrekullit që bënte Perëndia me anë të Filipit, dhe kështu e njofti edhe ai forcën e Perëndisë dhe u pagzua në ujë. Dhe patjetër apostujt, kur pan se Samaria e pranoi fjalën e Perëndisë, dërguan Pietrin dhe Gjonin nga Jeruzalemi në Samari, që besimtarët që besuan atje të marrin frymën e shenjtë. Kemi nevojë për frymën e shenjtë. Kemi nevojë për forcën e frymës të shenjtë që të arrijmë deri në fund. Kemi nevojë për forcën e frymës të shenjtë që të shfaqet dhe të duket Krishti në jetën tonë. Kur të vi ai ngushëllues i fryma të vërtetës që është në ne, do t'u drejtoj dhe do t'ju mësoj të gjitha sa unë kam folur për ju. Ai që na tregon Krishtin në jetën tonë është fryma e shenjtë. Na zbulon fjalën e Perëndisë në zemrën tonë, e mbjell dhe e bën të ngjallët, është fryma e shenjtë. Kemi frytin e frymës të shenjtë, që është dashuri, gëzim, paqe, durim, krishterim, besim dhe vetë kontroll. Kemi patjetër nevojë për frymën e shenjtë që të arrijmë deri në fund, që të kemi ngushëllimin e shkrimeve, që të ndryshoj Perëndia karakterin ton, të na ndryshoj dhe të ngjajmë Jezu Krishtit. Dhe është e nevojshme që kisha këto kohë e fundit të lëm gjithë secili, edhe personalisht, edhe familjarisht, edhe gjithë kisha që të na ndryshoj fjala e Perëndisë dhe fryma e shenjtë. Të veprojnë në ne, në mendjen tonë, në zemrën tonë, të na shëndëroj në mënyrë që të ngjajmë Krishtit. E shihni se si apostujt nuk e lenin të thonë, kur nuk prish punë, nuk u bë edhe gjë, jo. Por zbritën Pietri dhe Gjoni, vun duart mbi besimtarët atje dhe morën frymën e shenjtë. Por Simon Magjestari, kur e pa këtë, u habit, se ka parë kur këtë në herë tjetër.
sa po të vend duart mbi njerëzit të marrë frymën e shenjtë tjetri, të vazhdojnë të flasin gjuhra, të lavdërojnë Perëndin, të madhërojnë Perëndin në gjuhra të huaja, ishte diçka e mrekullueshme. Diçka që e bëri t'i bëjnë shumë përshtypje, sepse përpara dhe Filipi bënte mrekullira. Edhe me Filipin shëroheshin të sëmurët dhe dilin demonet, por kjo ishte tjetër gjë. Dhe ju thot, e dua dhe unë këtë pushtet që keni ju. Sa doni të më jep një pushtet të tillë që të vej duar mbi njerëzit dhe të mbushin me frymë të shenjtë. Hyri pra në të përsëri njeriu i vjetër. Dinakria e tij ndryshoi të gjitha ajo që mori. Vëllezër dhe motra, ai ndoqi Krishtin i detyruar. Pas ato forca që kishte ai s'ishtin asgjë përpara forcës që kishte Filipi, dhe tani shumë më tepër apostujt. Armiqtë e tu i të nënshtrohen ty, o Zot. Nuk është i tillë marrëdhënia jonë me Krishtin, nuk duhet të jetë, por nënshtrimi jonë të jetë nga dashuria që kemi për të, nga që na deshi, e kuptuam se kaq shumë na deshi, dhe këtë dashuri na e shfaq fryma e shenjtë në zemrat tona. Fryma e shenjtë është dhënë në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë, dhe tani mësojmë të duam edhe ne sikur ai na ka dashur. Pra Krishti don të ndërtojë në mes nesh, në mes të atij dhe në mes të gjithëve të ne, të kemi një marrëdhënie dashurie. Ajo që na bën të shkojmë tek Krishti është dashuria e tij. Dhe tani mësojmë të duam edhe ne sikur ai na ka dashur ne. I deshi të vetët këtu në botë deri në fund i deshi. E falenderojmë dhe adhurojmë. Ky njeri pra, ashtu sikur se i bëri shumë përshtypje ajo që pa, mundohet të gjejë metodën se si të veproj sikur ato, dhe shohim se si apostulli Pietri nuk i lën asnjë mundësi apo ta diskutojë se sa jep shumë apo pak. Jo, i thot, bota është jashtë kishës. Bota është jashtë popullit të Perëndis. Mënyra e sjellja, të gjitha sa bëje Simon Magjestari s'kan vend në kishë, s'kan vend në popullin e Perëndis. Shpeshherë bota, ne e përcaktuam botën në veshjen e burrit, të gruas, është edhe kjo patjetër, nuk mund ta lëm pas dorët këtë, por është e gjithë sjellja e botës, mënyra, sjellja se si sillen të gjithë. Dhe në kishën e Krishtit këto nuk mund të hyjnë. Në popullin e Perëndis nuk mund të bashkohen këto, nuk lejohet të jetë një. Dhe thot, argjendi yt të jetë me ty në humbje, sepse ti mendovet se dhurata Perëndis blihet me para, ti nuk ke pjesë as short në këtë gjë. Pendohu pra nga kjo ligësi që ke. Shikoni pra ilaçi për të gjitha gjërat është pendesa. U pendova për para 20, 30 apo 20 vjetësh vëllajër dhe në Krishtin më shpëtoi, më rilindi me pakse me frymën e shenjtë, por tani është nevoja të pendohem përsëri. Sa herë që të bie, do të pendohem. Sa herë që do të bëj gabim, do të pendohem. Duhet ta njoh gabimin tim dhe askërkush nuk është i pa gabim. Nëse dikush mendon se s'bën asnjë gabim, atëherë çfarë ta themi? Nëse dikush thot nuk ka mëkatuar, thot Gjoni, mashtron veten e vet. Dhe kemi nevojë të pendohemi. Nëse nuk pendoheni, thot Krishti, të gjithë do të humbisni. Pendohu pra nga kjo ligësie jota dhe lutju Perëndis se mbase do ta fal mendimin e zemrës sate, sepse të shoh se je në vrerjen e hidhërisë dhe në prangat e paullësisë. Dhe Simon Mago nuk e di nëse u pendua apo jo, por ju tha lutni ju Zotit për mua, që të mos më ndodh asgjë nga ato që thatë. E dini, sado që të lutemi ne, nëse nuk pendohet vetë personi, nuk bëhet. Nëse nuk pendohet Simon Magjestari, nuk bëhet të lutet Pietri, Gjoni, të gjithë të lutemi, nëse zemra nuk kthehet në pendes, atëherë lutuni që zemra ime të pendohet, atëherë po. Zot, sille zemrën time në pendes, të kuptoj gabimin tim, të pendohem, të kthehem, dhe atëherë Zoti është gati të më mëshirojë.
është gati të më falë, është gati të më pranoj. Dhe kjo, çfarë do të thotë se pendohem? Do të thotë se e harroj atë mënyrë se si beja. I le jashtë të gjitha sa beja. Tek Psalmi 45 thotë diçka shumë të bukur për nusën. Dëgjo, o bi, dhe kthe veshin tënd dhe harroje popullin tënd, harroj gabimet e popullit tënd dhe do të kthehet Zoti tek ti dhe adhuroje atë. A don që mbreti të dojë të mirën tënde? Harroj ato që bere dhe do të dëshiroj mbreti të mirën tënde. Për këtë arsye i thot nusës. Më bëj të dëgjoj zërin tënd, më bëj të shoh dhe të dëgjoj zërin tënd. Zëri yt është i ëmbël dhe paraqitja jote është e bukur. Kjo është kisha e Krishtit dhe na shef të gjithëve të bukur Zoti. E falenderojmë dhe lavdërojmë në hirin dhe në mëshirin e Perëndis. Dhe u kthyen shkuan edhe në qytetet të tjera Pietri dhe Gjoni dhe ju lexova edhe këtë paragrafin 26 dhe 27. Filipi predikoi në Samari dhe një ditë i thot një engjëll, shko thot, qohu dhe drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza dhe thot se ajo rrugë është e shkret. Ma çfarë të shkoj të bëj atje në atë vend të shkret? Por Filipi më pëlqen kjo bindje që ka dhe u ngrit dhe iku. Zot. Dhe vej gjithmonë vetën time, çfarë do të bëja? Sa i mangët që jam o Zot. Nesër kam shërbim. Pas nesër kam të shkoj dikun tjetër, pastaj dikun tjetër nuk mund të shkoj, do të shkoj javën tjetër o Zot. Çfarë të thonit? Etiopasi do të priste që të vinte Filipi javën tjetër? Ja, unë ku jam o Zot, ndihmom që gjithmonë të jem gati të bëj atë që të më thuash. Dhe u ngrit dhe shkoj. Kishte përgatitur Perëndia një tjetër ose një takim të përsosur dhe kur u fut atje në karrocë, vazhduan ta ungjillizoj, nuk thot se sa ecnin me te, ma si do të kthehej mbrapa. Karroca ecën drejt Etiopisë, që po largohej nga vendi ku si do të kthehej mbrapsht. Po ke mendje apo jo? Je i zgjuar apo jo? Jo, është përkushtuar që të flas për Perëndin tek Etiopasi. Kush do të interesojë që të kthehet mbrapa Filipi? Pasi e pakzoi thot, fryma e shenjtë e rrembeu thot dhe e ktheu në aty ku duhej. Pra Zoti interesohet për të gjitha. Është koha e fundit dhe duhet që të përkushtohemi për plotësisht tek Zoti që të mundet të na bekojë.